Vllaznia e Shkodrës vjen të jetë absolutja e boksit shqiptar, këtë e konfirmoi edhe në finalet e kampionatit kombëtar të boksit për të rritur zhvilluar në Pallatin e Sportit Flamurtarit të Vlorës, ku ekipi i drejtuar nga Zevxhoni u shpall kampion dhe merr titullin e 27 rekord me vete për boksin shqiptar. Në ditën e parë për kuqe blut, Ani Haxhillari fiton përballë Kristian Balës, po të vllaznisë në peshën 65 kg. Senadrini përballë Agron Muriçit të Tërbunit në peshën 75 kg, Bekim Vjerdha fiton përballë Toskës së Tiranës në peshën 90 kg, Elvis Selmani përballë Camit të Teutës po në peshën 90 kg. Bokserët e vllaznisë vijojnë të bëjnë një paraqitje të mirë në ditën e dytë, ndeshjet e së cilës u pritën me interes nga tifozëria, ndërkohë që kulmi u arrit në finale, ku rivaliteti mes vllaznisë dhe Flamurtarit ishte i dukshëm. Për ekipin shkodran në ringu ngjitën 4 bokserë që luftuan për titull individual dhe për pikëzimin ekipor. Për peshën deri në 65 kg Ani Haxhillari fitoi ndaj Skënder Lales së Partizani duke u shpallur kampion kombëtar. Për peshën 75 kg Senadrini fitoi ndaj Ergys Toçit të Teutës duke u shpallur kampion individual. Për peshën deri në 80 kg Marion Kajoshi humb ndaj Pëllumçelës së ekipit Gladiatori duke u shpallur nën kampion, ndërsa bokseri tjetër i vllaznisë në peshën deri në 85 kg Renato Gurra shpallet kampion kombëtar. Rezultate këto që në përfundim të aktivitetit e shpallin vllaznin kampione për të 27 herë në historinë e boksit shqiptar.